Faleminderit shumë. Ndërkohë që do të vazhdojmë të flasim për diçka tjetër, do të flasim në fakt për policinë e Kosovës, e cila ka reaguar pas kanosjes në rrjetet sociale të kryeministrit në detyrë Albin Kurti nga profili i quajtur Severna Brigada apo Brigada e Veriut, që është një organizatë e shpallur terroriste prej institucioneve të Kosovës. Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar dhe krimeve të rënda ka thënë se në koordinim me Prokurorinë Speciale të Kosovës i kanë kryer të gjitha veprimet hetimore lidhur me këtë kanosje që ka ardhur në drejtim të shefit të qeverisë në detyrë. Sipas dënave siguruara prej tyre, del se postimi është realizuar nga territori i Serbisë, konkretisht nga qyteti Kralevës, derisa me këtë rast tashmë janë identifikuar edhe IP adresa e përdorur dhe të dhënat personale të përdorura gjatë regjistrimit. Policia thotë se ka edhe të dhënat të tjera shtesë, të cilat nuk i ka bërë publike, por shton se do të ndihmojnë në hetimin intensiv të mëtejshëm që do të bëhet rreth kësaj kanosje. Ndërkohë në Serbi ka shkuar